Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë. Shoqërimi ynë sot është me një hadith tjetër, me hadith të radhës, i shkurt, i përbën prej dy fjalive të shkurtra, e që është udhëzim i rëndësishëm për rregullimin e raporteve, relacioneve mes muslimanëve. Në të kaluarën e kemi përmendur atë hadithin se nuk plotësohet imani pa ja dëshiru vllaut atë që ja dëshiron vetes, në kuptimin e mirë. Ndërsa ky hadithi i sotëm rregullon relacionin në një pikpamje të kundërt, çka nuk i lejohet muslimanit me bë në raport me vllain e vet musliman. Hadithin e transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anh, i cili thotë: e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Me e sha ose me e ofendu muslimanin është fusuq. Fusuqo është dalje prej kornizës së nënshtrimit ndaj Allahut fuqiplot. Nëse dojmë me e përkthy me një përkthim të lirshëm, ndoshta kishte tingëllu me ofendu muslimanin është rebelim ndaj Allahut. Wa qitaluhu kufr, ndërsa me e luftu muslimanin është kufr, mohem. Ç'ky është hadithi? Shtrojnë dy fjalit e hadithit në pika të shkurta. Sikur edhe shumë udhëzime tjera profetike, sikur paraprakisht edhe shumë urdhëresa kuranore që ftojnë, thrasin, obligojnë unitet mes muslimanëve në rregullim të raporteve dhe relacioneve mes tyre. Ky hadith gjithashtu tregon se çka duhet të jenë të kujdesshëm muslimanët në përgjithësi për t'i mbajtur ato relacione mes vete. Dashamirësia, përkushtimi, bamirësia, ndihmesa e ndërsjellë e kështu me radhë janë ato rregullat e përgjithshme që ne i dim, që na mëson Islami, e nëpërmjet cilave ne i rregullojmë raportet tona. Po qëndron edhe e pjesa tjetër e udhëzimeve ku ndalohen ose kufizohen gjëra të caktuara në mënyrë që ajo lidhjen mes besimtarëve me funksionu ashtu siç duhet. Pjesa e parë e hadithit apo fjalia e parë, sibabul muslimi fusuq, me e sha muslimanin, me ofendu muslimanin, me përdor fjalë të cilat nuk janë të lejume për me e përshkru muslimanin. Thot është fusuq. Fusuqo, sigur se thash, është dalje prej kornizës së dëgjueshmërisë dhe paruljes ndaj Allahut fuqiplot. Është gjendje e pakënaqshme. Është gjendje në cilën njeriu i cili arrin në atë situatë, në situatën e fusuqut, është fasik. Fjalën fasik ne të gjithë e dim, ndërsa Kurani kur flet për fasikët, flet mes tjerash edhe në kontekstin se Allahu nuk i don ata që janë fasikin, Allahu nuk i udhëzon ata që janë fasikin, nuk u mundson me arrit mirësinë ashtu si duhet, e kjo pra që ka një gjendje shumë e palakmueshme, e cila mes tjerash apo në të cilën mes tjerash njeriu po arrika edhe nëse nuk është i kujdesshëm në komunikimin me vllaun apo me vllaznit e vet. Ai komunikimi i cili ndërtohet mbi baza të ofendimeve, shamjeve, nënçmimeve, etiketimeve e kështu me radhë, e çon njeriu në këtë situatë. Dhe s'ka dyshim se çdo veprimtari e keqe, e ligë, e dëmshme, i ka nivelet e veta, niveli verbal, ai i fjalëve, parimisht ndalohet, e ndalon Allahu fuqiplot, jo për diçka tjetër për arsye se, po për shkak se ai çon te ai niveli tjetër që është praktik. Dhe për këtë arsye të dyja këto kanë ardhur në këtë hadith, me fol atë që nuk duhet gjatë komunikimit me besimtarin, me ofendu, me etiketu e kështu me radhë, pra që ka një lloj rebelimi ndaj Allahut fuqiplot, ndërsa me ardh hesapi me çu dorë ndaj muslimanit, me e luftu atë, wa qitaluhu kufr, ndërsa luftimi i tij është kufr, është mohem.
Mohimi I përdorur në këtë hadith nuk e nënkupton daljen e tërësishme nga feja, nuk e nënkupton atë kufrin që kush e bën bëhet qafir. Po sipas atyre që e kanë interpretuar këtë hadith, kufri I përmendur këtu është kufër mohim I obligimeve që ka besimtari ndaj vllaut vet. E obligimet janë respekti, dashuria, mirësjellja, ndihmesa e kështu me radhë, dhe çdo veprim I kundërt I bie se është mohim I atyre obligimeve dhe është gjendje e kundërt. Përndryshe ka pas edhe të atill prej dietarëve që kanë thënë se nëse dikush sillet keq me vllaun e vet ose e lufton vllaun e vet, duke e konsideruar si të lejume këtë punë, duke e konsideruar se s'ka kurrë të keqe, unë e kam të lejume, atëherë ka mundësi ai me ra edhe në atë kufrin, në atë mohimin e madh të daljes nga Islami, në atë mohimin edhe në atë gjendjen që e nxjerr vepruesin e saj nga përkatësia islame. Përndryshe, Kurani famadh e ka konfirmuar se vetëm pse njerëzit, qofshin ata edhe musliman, nuk pajtohen ndërmjet vete, edhe ai mos pajtim arrin deri në nivelin e konfrontimit edhe përballjes, kjo nuk I bën ata kufar, nuk I bën ata mohues, thot Allah I madhruar, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Nëse dy grupacione prej besimtarëve luftojnë ndërmjet vete, ose konfrontohen, konfliktojnë ndërmjet vete, ju e keni obligim me I pajtu ata dhe me u përmirësu gjendjen. Pra, këtu I ka thujt Allah I madhruar dy grupacione prej besimtarëve, se ka mohu besimin prej tyne. Ama, kur përmendet fjala kufër, ose kur përmendet fjala fisk, ose fusuk, ose çdo fjalë tjetër e cila përshkruan gjendje të njeriu, të muslimanit, e cila është e pakëndshme, jo e mirë, e me të cilën Allah I madhruar megjithatë nuk është I kënaqur, atëherë kjo duhet të tregoj seriozitet se sa duhet të jenë muslimanët të kujdesshëm në ngritjen, mirëmbajtjen dhe rregullimin e raporteve ndërmjet vete, qofshin ato me fjalë ose me vepra. Është fjala, kur themi ose, nuk është për eliminim, po qofshin ato me fjalë, qofshin ato me vepra, e që të dyjat duhet të jenë në funksion të një mbajtje të një lidhje të mirëfillt. Kaq sa I përket këtij hadithi, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.